sa pata në shtëpi. Edhe kur e kisha pa djalin, me më sjell mirë, se ne ja plotsonim kushtet gjitha. E kuptoj. Pra, ajo ishte lëkundur nga shëndeti mendor gjithë jetën, apo jo? Dhe kjo është me raporte, me ekspertizë, me mjekim, nuk... Ishte. Ishte. Po. Si ka qenë marrëdhënia jote me mamin? Nuk ka qenë ai shumë e mirë. Që në fillim, edhe kur ishte babi, si ka qenë Edhe kur marrëdhënia? ishte, ka qenë marrëdhënie mirë, po jo aq e mirë siç kanë mamat dhe prindit, siç kanë të tjerët. Ti e di që mami ishte pamundur, mendërisht, apo jo? Kur e kuptove këtë? Se si fëmijë besoj nuk e ke kuptuar. Kur vajta e mjekja dhe më tha që mami tënde ja bën smundja këtë, nuk është se do vetë që ta bëj, se që të ka thënë ty dhe duje mamin si mama. Po ti mos het. Mos ri me mamin, por ri me gjyshen. Dakord. Pra, mjekja ju këshilloi që vajza mos të ri me tjëmën. Ka ishte agravuar e ka gjendjen mendore? Nga që nuk është e aftë. Nuk është e aftë. Jo, për problemi. Për momentin. Për momentin. Gjëra që thot nuk i thot nesër. Për shembull, si ka qenë marrëdhënia me të që ishte pa aftë? Për shembull, çfarë ndodh në momentet që ajo është e pa aftë, flet? Në mënyrë të përshtatshme të njeh, të kupton që ti e bia apo çfarë? Jo, e di që jam e bia, por gjëra që thot sot nuk i thot nesër, i ndryshon muhabeti ditë për ditë. Që kur ka filluar ky raport i tensionuar që ndryshon muhabetet, që të vë dhe ty në situata të pa përshtatshme? Që në ngushtë, që kur më tha për atë muhabetin, që pse i ke shkruajtur kështu, që atë ditë ka filluar të sillet pak më ndryshe se herët e tjera. Po me gjyshen andej, si është marrëdhënia? Unë nuk flas fare, as ajo nuk interesohet të më marri në telefon të më pyesi si je. Vetëm ndonjëherë kur flas me mamin, del aty thotë çfarë bën si je dhe ikën kaq. Nuk do t'ja di. Po me dajot, me tezet? Kam lidhje fare. Nuk... As nuk i njoh se kush janë.